Përshëndetje Arbil Hedrini, vazhdojmë me serinë e radhës të urmelit. Urmeli rritet, tani për tani, asgjë e re nuk po e turbullonte qiellin e paqt për mbidjepjen e urmelit. Grunzi ishte shumë krenare për të, përbindti, po rritej për mrekulli dhe po bëhej për herë më kureshtar. Madje kishte mësuar edhe të ecte, sido që tani vetëm sa i hidhte këmbët në rër si ndonjë ros. Megjithatë, dukej qartë se së shpejti do t'i ngjitej që të shke me të mahjes së malit. Që ditët e para të jetës, profesor Tibetongu kishte nisur të jepte me ushqimin ilaçme pika për zhvillimin e aftësisë së të mësuarit dhe për përpunimin e trurit. Zakonisht, urmeli e kulufiste ilaçin me bananet, me qumshtin e kokosit ose me arrat e shtypura. Urmeli ynë sa vinte e bëhej më i madh dhe se të shkishte një pamje të çuditshme. Ecte drejt vetëm me putrat e pasme që i kishte shumë të forta. Bishtin e kishte aq të gjatë të plot sa mund të mbështetej në të siç bëjnë kangurët. Nga ana tjetër, krahët i kishte shumë të shkurtra dhe doçkat me kthetra. Sa për qafën, atë e kishte të gjatë dhe koka qesharake i dukej tamam si një tullumbace që mund të pëlqet, sidomos kur urmeli nxehej. Dhe si gjithë qilimive, kjo i ndodhte shpesh. Por kur ishte në qef, ndriste nga hareja. Syt i lëshonin shkëndija, veshët i mbante pipës sa vinte të shkriheshe gazit kur e shije. Dhe sikur ta kish mangut, trupin i ambulonin ca luspa gri në jeshile. As duhet harruar flatërzat që i zbukuronin shpatullat. Profesor Tibetongu kalonte ditën e të tëra duke u sfilitur dhe duke vrarë mendjen nëse urmelit do t'i rriteshin flatrat, aq sa një ditë do të ishte në gjendje të fluturonte, sepse në kohën e tij, gjatë hulumtimeve mbi urmelët, ai nuk ishte arritur ta shkoqiste mirë nëse ato fluturonin, apo flatrat kishin mbetur vetëm cungje të rregjura si të pinguinëve, strucëve dhe kivëve. Kivi është një lloj shpendi që rritet në Australi. Kur urmeli arriti zhvillimin mendor pak a shumë të një fëmije 6 vjeç, profesori i filloi ushtrimet e para të gjuhës. Për këtë, ai shkonte tek streza e urmelit në plazh, pas e ndiqte timin me një karrike të rehatshme. Dhe meqense profesori nuk e duronte dot diellin, i hapte një ombrell gjithë lulka të kuqe që çunaku e kishte sajuar me ç'kish mundur. Oh, profesor, qa grunzi, kur pa për herë të parë ombrellën. Mos vallë keni qerë, perden e studios, oink? Bën vaki, thënë për vete profesori, i zënë ngushtë. Më vjen shumë keq, por tani s'më kishte rënë në sy. Po kjo është dellatarshme, oink, protestoi grunzi. Por po, a i keni syt në balla, apo jo? Ma thotë mendja se vërtet u dashka vënd ca rregull në shtëpi. Haprat, shpret, e këshilloi profesori gjithë qef, nga që do të mbetej vetëm me urmelin, dhe grunzi pa një pa dy u nis për të shtëpia prej druri. Sa vo zhdukdosa, urmeli filloi të gërnjite. Wow. Ç'mrekulli, tha Tibetongu. Ky ka për të qenë një mësim fort i lezetshëm. Po grunzi nuk e lëshoi veten. Tani urmeli që në një moshë që mund të rrinte edhe pa të. Tibetongu ulet në karrikën me ombrellës dhe pret që urmeli të qetësohet. Këtu mendjen tani, i thot qaramanit Jargavitës, hape gojen ja kështu dhe përsërit bashkë me mua. Rënkoi urmeli. Bukur, murmuriti Tibetongu. Për bukuri po vete. Ti vetëm bëj tamam si unë. Jepi. Më shiko mua dhe përsërit, mama. Pëlliti urmeli. Mirë, në rregull, unë ditë këta thuash. Pa thua edhe një herë më shkoqur. Ngërnjit prap urmeli. Është e vështarë, profesor. Nuk a hyka në kokë, tha Bilbili që nga pema. Fillimi është gjithmonë i vështil, u hodhe tha pinguini. Dhe bëri komentin. Në fillim thethi të duket, sikur e ke gjuhën të lidhur, pastaj çike nga një çik, gjërat ecën vetë. I lumtur që ja holli mësimit, urmeli ngriti kokën në fillim nga Bilbili, pastaj nga vava e pinguini dhe gjithë gëzim rrau cungjet e flatrave në shenjë kënaqësie. Që është i prerë këtë, kjo duket menjëherë,
shpëreti profesor Tibetongu. Asnjë vështirësi s'ka për të pasur me zanoret, vetëm se tani s'po përqendrohet sa duhet. Në këtë kohë një brit me hershme erdhi nga shtëpia. Bo, tha profesori, me siguri Grunzi ka zbuluar çerdhen që ka bërë pinguinin në krevat me këmishët e mia të bardha. Jo, bëla një gocë deti, e ndreqi pinguini. Goca po çerdhe, psherëtios Tibetongu. Puna është se Grunzi vetëm këmishët ka për të parë. Po unë dua për vete një guac, u qa pinguini. Po shkoj më mirë vetë, tha profesori që kishte ca parandjenja të liga. Dhe u nis me ngut. Sa po kaloi grumbullin e bambuve dhe u zhduk urmeli blegëriti. Ha, jam bathi ky. Profesor, filloi të qiret Bilbili. Urmeli datka të flas. Piun qelbur, ja ktheu urmeli që nga djeti. Pinguini lëndohet. Kur po i afrohej shtëpisë prej druri në maj të malit, nga dritarja e hapi e profesori dëgjoi ca zhurma të çuditshme, sikur dikush po gërvishte, po gërryente apo tërhiqte gjëra zvarr. Që Grunzi që gërriste e tërbuar dhe përplaste sa ndej tryeza dhe karrike. Ajo i mbiu te dera duke mbajtur në gojë dorezën e kokës dhe i derti te këmbët ujin pis të qelbur. Profesori u bë gati t'i bërtiste, po ajo ja mbylli gojen. Dhe qepoink, ju zbraz, që nga më zi nga që kisha menduar. S'të lë dot vetëm as 10 minuta, se këto dreqkafshës të djallosin mu për para hundës. Oink, mos ishe ti ai që e holli këmishët për fund krevatit dhe i shkeli pastaj me këmbë? Jo, pinguini bëri me to një guackë. Po me lejen ti, mama, a e more vesh apo jo Grunz, a e more vesh lajmin e mrekullueshëm? Urmeli foli, a nuk të duket një mrekulli? E kam dëgjuar 100 herë të ngjitet rriti drosa, po këtë ma thua të folur ti, ato uet e ut e ti, se që ako pun ndonjëherë më profesor. Ai, tha mama, gënjeu profesori. Çfarë, tha mama, ty dhe tani ma thua? Me një të hovur, holli me ata në kovën dhe u lëshua me revan për pjetë malit me bishtin kaçurel që i valëvitej në erë. Sikur t'i që vonë për para një zgjuaj tër bletësht e egra, nuk i ra për çak bambuve, por u dyn drejt tyre dhe çamë mes për mes si rufet. Bukuroshi im, zuri të qirej, pas ke thënë mama more shpirt. Me, u sharavit urmeli. Sa bukur zemra ime shpirtim, tha mama. Kur në jetën e saj, Grunzi s'kishte qenë kaq e lumtur. Po me që s'donte ta linte më profesorin as edhe një minutë vetëm në shtëpinë majmalit, vendosi të shpërngulej. Të gjitha kafshët po jepnin një dorë në plazh, lan holën dhe ombrellën, sepse gjithmonë është mirë t'i kesh ato në breg të detit. Mirë po kishte edhe gjëra të tjera që kafshët dorë pas dore duhet i çonin sipër në radhë të parë që voza. Grunzi stisi në kabinetin e mësimit një dhomë për vogëlushin. Timi e ktheu tabelën që kishte mbi derë dhe në faqen e pasme shkroi me shumë kujdes dhe me bojra të theksura dhoma e Urmelit. Sa bukur që ishte, Grunzi dhe Urmeli kishin qëndruar dhe po e shihnin gojë hapur tabelën që varej mbi derë. E gjithë kjo për mua, çuçuriti Urmeli, sa s'po fluturonte nga gëzimi. Mirë po pinguinit na i ngeli ca hatri dhe duke u tundur sa ndej u vart ta të pjetë poshtë duke llomotitur në zë. Kjo është fale e pa drejtë. S'ka dal min nga veza kur fut një vomë të tëllë për vete. Kurse unë skuqzoj të bëj një guaskë në klevat, se do të më hidhen të gjithë. Dhe si pasoj e gjithë kësaj çaçarosje, kur u kthye t'ja këpuste gjumit të zhekut, vava e gjeti guackën të zënë. Do të numroj gjert në 3. Po nuk u duket, do të fut një të pithkuar në plëndën që ta mbath mend mirë. 1, 2. Njëri më i keq se tjetri, rënkoi pinguini i vrerosur. Doli nga guacka dhe shkoi i vetmuar bregut të detit, duke menduar me hidhërim për ligësitë e kësaj bote. Sa e shpifur, shumë gjë e shpifur, tha me vuajtje. Elefanti ka shumë të drejtë,
A i ka për të më kuptuar, do të shkoj me natë, do të li me të mbi shkom dhe do të këmëndojmë këngë të plishtuara, e s'do të kthehem më kul, asnjëherë. Vështroj detin i zhytur në mendime dhe pastaj u kroll në ujë. Grunzi tregon një prallë dhe baba zhduket. Pas kësaj, baba po shijonte guaskën e vet. Kishte fituar, uli kapakun dhe filloi të shtriqej e të kthehej për 7 palqete. Paku ben vezullicë dhe tha me vete: "Tha bukur, dielli linde perëndon dhe më thkon mbi krye, dhe hëna dele fiket dhe më thkon mbi krye, dhe unë, po, është vërtet punë e mërthitme të rrith këtu vetëm, thilli qysh. Po ku vajti pinguini, mos t'i ngeli gjehatri, me thonë të drejtën, edhe mund ta kisha ftuar brenda, sidomos që tani ai s'kishte ku të fuste kokën, në guas kishte vend për të dy veta. Nxori kokën nga guacka dhe holli syt jashtë majtas dhe djathtas, por pinguini nuk dukej gjokundi. Plazhi nderej sa të hapte syri, i heshtur dhe i shkret, dhe baba se ç'ndjeu një trishtim në zemër. Rëshqiti jashtë poles dhe klap, kapaku ju mbyll prapa krave. Baba shkoi përgjatë bregut. Donte të rriste pinguino, por zëri pothuajse ishte ikur nga fyti e se dilte veç një qirrje, kur vetëm thëja dëgjohet: "U çor, pinguin." Asnjë zë. Deti shushuriste pa pushim. Ishulli që ngrosur në ndjellin përvolues. Her pas here, ati i vinin në vesh copza këngësh të trishtuara të elefantit, të përziera me një lloj jehane të ngjirur, që baba kja vuri veshin. Vazhdoi të kërkonte lart e poshtë duke i rënë plazhët 2 herë në radhë. Pastaj tha mendja të shkonte një herë në mal. Sipër ishte qetësi. Të gjithë dukeshin të gëzuar e të lumtur, po asnjë gjurmë të pinguinit s'kishte. Profesori ulur në tryezën e punës gërvishte shpejt me penë në letër. Kjo gërvishte ja shpifte babës dhe ja bënte mishin kokra. Madje as timi nuk dukej. Me siguri po kolovitej maj ndonjë peme duke pritur të bënte ca pëshpëshe me bilbilin. Nga dhoma e re e Ormelit dëgjoheshin kërritjet e kënaqura të Grunzit. Kureshtar, baba u qep në parvazin e dritares dhe pa brenda. Në gjysmërësirën e dhomës, Ormeli që shtrirë në dyshek. Grunzi ishte ulur në koltukun lëkundës dhe duke u përkundur i rrëfente piçirukut për rallën e derkuckës së mjerë që s'kishte fëmijë. Ormeli që bërë gjithë sy e vesh dhe fërgëllinte nga qefi me sytë gjysëm të mbyllur. Na ishte se ç'na ishte. Na ishte një herë një dërkucke mjerë që quaj oink, tregonte Grunzi. Jetonte fillikat dhe s'kishte njeri në botë. Oinku ishte e bukura e dheut, me tulet si llokum, tamam kështu, oink. Syt i kishte ëndërrimtar si të një princeshe, dhe bishtin e kishte të përdredhur gjithë nur si hapse shishesh, më të bukur në botë. Por ishte shumë e mirë, sepse ishte djegur për një fëmijë, s'po e bënte dot. Pse s'po bënte dot një bebe, nuk i fthe zonja, ja breu fjalën në mes Ormeli. Qepe dhe mbaj vesh, ju hakërrua Grunzi. Një ditë ligë, oinku doli nga shtëpia dhe shkoi në një pyll të dendur me mendje që të vdiste. Ka që mërzitur qe. Tamam kështu oink. Por pa pritur që syri një vezë mbi myshk, me qënë se e kish grirë uria, donte ta thyente dhe ta rrëfiste. E la mendja u hop për pjetë Ormeli. Kur donte të vdiste, ta kufullfiste vezën, qepe dhe mbaj vesh, përshpëriti Grunzi. Pastaj vazhdoi. Kur oinku po i afroi vezës, dëgjoi zëthin e zanës së derkucëve që rrinte e fshehur në një kapçube trëndafilash. Zana me zëthin e argjën çuçuriti. Merre vezën, çoje në shtëpi dhe ngrohe. Merret vesh që derkucka u magjeps e tëra. Por bëri ama ashtu siç i tha zëthi. E shpuri vezën në shtëpi dhe u përgatit ta ngrohte. U shkri Ormeli. Do me thënë, veza u fye, piçiruk budalla, e qërtoi Grunzi. E përse oinku duhet të thyente, ha? Baba u lëshua poshtë. Tashmë e kishte marrë vesh fundin e historisë së derkucës së mjerë dhe nuk i dukej kush e di se çfarë.
Përkundërzi, për herë më shumë po e ndjente nevojën e një bisede serioze. U vu prap në kërkim sepse pinguini me siguri do që fsheu Gjokundi. U fut në pyll duke ka përsyer rënj, duke rëshqitur në përfjere dhe kështu u gjëm në një vend të jishullit ku s'kish qenë asnjëherë. Mur rrëz rrëpirës përballë malit. Pa pritur veshët e mpreti kapën një muzikë të mbytur, të çuditshme, që dukej sikur dilte nga barku i malit. Ishte si fshërima e erës, as i jehon e largët e mira flauteve. Vava ngriti veshët pipës dhe dëgjoi kureshtar. Ju afrua vendit nga vinte zhurma e çuditshme dhe papritur gjëm në grykën e një guve, të një korridori të errët që të çonte brenda malit, zdihej se ku. Vava u krov brenda, nguroi një çast dhe pastaj bishti i tij u përfit nga errësira.